Eugen Çakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë se në sistemi parlamentar të Kosovës, votimi i hapur është rregulli, ndërkaq votimi i fshehtë është përjashtim. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që votimi kryeparlamentarit të bëhet me vota të fshehta. Ai ka thënë se kjo është një tentativë për të urbulluar një çështje që është në thelb shumë e qartë. Zgjedhja e kryetarit është një akt përfaqësues, i rëndësishëm dhe publik. Së fundmi disa po përpiqen të argumentojnë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit mund të bëhet edhe me votim të fshehtë, duke u thirrur në një prej pikave të aktgjykimit të Kushtetutës së vitit 2014. Megjithatë, kjo është një tentativë për të turbulluar një çështje që është në thelb shumë e qartë. Zgjedhja e kryetarit është një akt përfaqësues, i rëndësishëm dhe publik. Votimi për të duhet të jetë po ashtu i hapur, transparent dhe i përgjegjshëm. Në sistemin ton parlamentar, votimi i hapur është rregulli. Votimi i fshehtë është përjashtim, dhe përjashtimet vlen vetëm kur janë të përcaktuara qartazi në normë, si në rastin e zgjedhjes së presidentit apo të emërimeve në borde dhe agjenci të pavarura.